Fillon regjistrimi I studentëve të rinj në universitetet shtetërore për vitin akademik 2026-2027. Nesër është dita e parë për aplikimin e kandidatëve në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup dhe në Universitetin Shën Klimenti I Ohrit në Manastir. Në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi janë planifikuar gjithsej 8.851 vende në 23 fakultete, nga të cilat 4.395 janë për student me kohë të plot, 3.621 me bashkëfinancim dhe 835 student me kohë të pjesshme. Regjistrimi në semestrin e parë është planifikuar gjithashtu për 19 gusht. Në Universitetin Shën Klimenti I Ohrit ka vende për 2.115 student të rinj për studime universitare. Nga këta, 1.074 janë me kuotë shtetërore, 612 dhe 429 të tjerë janë të destinuar për bashkëfinancim dhe studime me kohë të pjesshme. Regjistrimet në semestrin e parë janë planifikuar gjithashtu për 19, 20 dhe 21 gusht. Në Universitetin Nëna Tereza në Shkup, regjistrimet janë nga 24 deri më 26 gusht. Kuota e universitetit është gjithsej 1.360 student, nga të cilët 945 janë me kohë të plot, 235 janë me bashkëfinancim dhe 180 janë me kohë të pjesshme. Regjistrimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës do të mbahen nga 24 deri më 28 gusht. Universiteti ka planifikuar vende për gjithsej 3.164 student të vitit të parë, nga të cilët 1.697 janë student me kohë të plot, 987 janë me bashkëfinancim dhe 480 janë me kohë të pjesshme. Në Universitetin Goce Delçev në Shtip, regjistrimet për ciklin e parë fillojnë të mërkurën më 19 gusht dhe do të vazhdojnë për 2 ditët e ardhshme. Sipas konkursit, këtë vit janë planifikuar gjithsej 3.341 vende të lira, nga të cilat 1.629 janë me kuotë shtetërore, 972 për student me bashkëfinancim dhe 735 për student me kohë të pjesshme.